Mirdita, mirëmëngjes, jemi në datën 6 qershor 2026. Sot në shumë qytetet e Europës zhvillohen protesta, manifestime në mbështetje të shpërthimit që kanë ndodhur në Shqipëri. Natyrisht tani e din njerëzit që dhe në Romë sot jemi në orën 5 pasdite përpara ambasadës shqiptare. Pra ku dhe ne i bashkohemi këtij zemërimi të njerëzve në Shqipëri, në emigracion e kudo, edhe do t'japim dhe ne natyrisht atë kontributin tonë, mesazhet tonë nga protesta e sotme. Pra e përsëris dhe jeri jemi sot mbasdite via Zmara nëmër 5 këtu në Romë, gjithë e din, ambasada shqiptare. Edhe pse tani kanë ngelur pak orë, përpiquni të vini, të jemi sa më shumë dhe të diskutojmë, të flasim me njëri tjetrin dhe natyrisht të ushtrojmë një presion sa do të vogël që në Shqipëri gjërat marrin një drejtim të duhur. Tani, natyrisht kjo protestë në Shqipëri ka shumë pyetje, shumë pikë pyetje, shumë punti interrogativi, thuhet italisht, shumë pikë pyetje, nuk diskutohet. Gjithmonë themi kush organizon, kush është mbrapa, kush përfaqëson, gjithë këto pyetje bëhen dhe janë shumë normale që të bëhen. Tani, problemi i Shqipërisë është që nuk ka një aktivizëm autonom. Domethënë, ky është problemi i vështirë që ka Shqipëria kur organizohen njerëzit. Kur njerëzit dalin në shesh, rrezikohet gjithmonë që bëhen gjëra të mëdha, siç është ajo e armëve kimike, por këto gjëra të mëdha që grumbullimet njerëzve, në fund fare rezultati është shumë i vogël. Dhe ky është një problem sepse njerëzit pastaj në mbrapa zhgënjen se thonë e provuam, por nuk e arritëm. Kjo për shkak se në Shqipëri nuk ka organizime, bërthama organizuese, që të jenë shqiptare në kuptimin e vërtet dhe të jenë të pavarura, autonome. Por janë aktivistë mercenar. Në Shqipëri kemi vetëm aktivistë mercenar të organizuar. Ky është një vështirësi e manifestimeve, e protestave. Tani, protestuesit janë një anë edhe organizatorët janë një anë tjetër. Nuk ne interesojnë shumë organizatorët, ata quhen organizatorë, sepse në Tiranë organizatorë në vërtet nuk ka. Pse nuk ka? Sepse manifestimi është shumë i madh, ka 10 mijëra njerëz. Kur janë 10 mijëra njerëz është shumë vështirë të kesh nën kontroll një manifestim të madh. Unë kam nga eksperjenca kur nxirja njerëzit këtu në Romë, me shoqatën Iliria, gjithmonë prekupimi im ishte i dyfisht. Kërkoja të kisha njerëz, por jo shumë njerëz. Domethënë doja që të kisha pjesëmarrje të madhe, por pjesëmarrje deri në atë pikë që unë të kisha mundësi të, po përdor fjalën të kontrolloja, domethënë që të çoja, që të orientoja ashtu siç e mendoja unë. Sepse një sasi e madhe pastaj nuk e arrin dot edhe e humbet pas edhe atë qëllimin. Këtu në Romë, kur bëjnë manifestime të mëdha, bëhet luftë e madhe gjithmonë për të marrë atë fillimin e korteut. Pra, këtu bëhen lëvizje, kurse në Tiranë janë statike më shumë, domethënë ecet, por ndalohet aty diku. Për shembull para kryeministrisë është si traditë aty që vendoset një podium para kryeministrisë. Kurse këtu në Romë, këto janë kortezhe që ecet, dhe luftë, bëhet gjithmonë luftë kush do jetë në fillimin e kortezhit, pra kush do kapi kokën e manifestimit. Fizikisht kush do e kapi. Dhe bëjnë luftra grupe të ndryshme, me njëri tjetrin dhe se e kap dikush, apo se bëjnë dhe mbledhjen përpara se si do bëhet, bëjnë mbledhje asembleje, bëjnë diskutime, ku marrin pjesë shumë njerëz. Por kjo luftë e ashpër shumë herë degeneron dhe në ndeshje fizike. Në ndeshje fizike për të patur kokën. Domethënë gjithmonë koka është çike e rëndësishme. Tani në Shqipëri ky problem është
dhe nuk zgjidhet. Për fat keq nuk e zgjidhin dot. Kjo është një vështirësi e madhe, domethënë shqiptarët duhet ta kuptojnë që kanë dalë në protestë, nuk duhet të ndërpresin protestat, por është një trup që kokën ja vet dikush tjetër. Si t'ju them, është si ajo pula që kur e therim, i heqim kokën dhe trupi vazhdon akoma lëviz, po koka, ti mund i vësh një kokë kauçuku, ku diun, një plastike pastaj. Ajo vazhdon lëviz, pra kjo është një problem shumë i madh në vërtetë. Është një problem shumë i madh sepse për rezultatin në fund. Dhe si zgjidhet, si bëhet kjo, sepse aty tani unë kam parë në Shqipërinë, përpara këto lojra i bënte mjafti Erion Velijait, apo organizata të tjera, jo feministe, kujtun, të cilat organizata që janë të bashkuar ata, dhe janë të paguar, janë mercenar. Ata grumbullohen 10-15 veta, edhe e bëjmë blokun pa ju treguar njerëzve, pra ata paraqiten sikur janë manifestues të zakonshëm, si çdo manifestues. Këto lojra i bënte mjafti. Unë jam përpjekur herë, kam qenë prezent në Tiranë kur bëj një manifestim i studentëve dhe ku ishte prezent mjafti. Doja që të flisja me studentët, që t'ju tregoj eksperiencën time se si mund të arrinin, ishte e pamundur. Janë aq të dhunshëm sa nuk e imagjinoni dot. Janë rrugaçur. Ta themi këtë. Domethënë, edhe manifestimi në Shqipëri, në krye ka ca rrugaçur. Është ky Arben Kolla, që për mua këta janë rrugaçur. Është edhe ky Ilir Xhemalaj, dy që i ka zbuluar Osia Zexhiu, në kuptimin duke parë protestat. Këta të dy, po nuk janë këta të dy, sepse këta të dy mbrohen nga 30, 40, 50 veta, të cilët çfarë bëjnë? Nuk i japin fjalën atij që di të flasi, por i japin fjalën atij që nuk di të flasi, në kuptimin pa ofenduar njëri, në kuptimin e eksperiencës. Tani njerëzit që janë mbledhur aty kanë nevojë për një lloj dhe edukimi. Kanë nevojë të bisedojnë me njëri tjetrin, ku të ketë një qendër e cila ju flet. Jo qendër që ta monopolizoj, por që nuk mundet tani në Tiranë të mëvash ato shkrujtër aty për Fredi Belerin. Problemi që është tani është shumë më i madh se Fredi Belerin. Pse bëhet kjo? Dhe vën aty masakrën e Peshkëpis 1994-s. Jo se unë s'jam dakord për zbardhjen. Për para për Fredi Belerin s'ka patur asnjë provë kurrë. Po të reduktosh një manifestim, një protest që po bëhet mbar botën, të reduktosh te Fredi Beleri, të vash ato gjërat e shkruajtura aty, kjo është rrugaçëri. Kjo rrugaçëri duhet protestuesit, duhet gjendet një zgjidhje aty nga njerëz si mosha ime etj etj, që t'i sputanojë këta njerëz, sepse kanë vetë vështirë të vënë ndofta duar mbi moshat më dhakta. Sepse më kanë dhënë shumë mesazhe e tjera, thot Vladimir, thot, këtu e kanë marrë, është një grup rrugaçësh, thot, që kur shkojnë njerëz që kërkojnë të marrin mikrofonin, të flasin, ta nuk i lënë, thon. I bllokojnë, nuk i lejojnë. Ky është problem se rrugaçëria tani hyn si në 90-ën, si me armë kimike, si andej dhe populli proteston. Domethënë, ajo neve jemi me popullin që proteston, nuk jemi me rrugaçët, është normale. Po kjo rrugaçëri pengon që të vazhdohet, që misioni të shkojë deri në fund. Kjo është vështirësi, a zgjidhet? Unë e shoh shumë të vështirë që të zgjidhet. Sepse këta janë të trajnuar, janë aktivistë të paguar, janë mercenar, nuk janë si unë, që ngrihem në mëngjes dhe do jap në një orë mësimi, që të ha buk. Këta kanë rrogët garantuar, kanë shërbimet sekrete nga mbrapa që i blindojnë. Pra, kjo është problemi, se trupi jemi ne asaj proteste në Tiranë, por koka është e dikujt tjetër, koka është e Edi Ramës aty. Domethënë që njerëzit të marrin ato gjëra, domethënë ky manifestim të realizojë ca gjëra të vogla pa shkuar deri në fund. Ne duam një shpërthim radikal vërtet në këto momente. Ne duam që kësaj pabarazisë të pangopsisë, pabarazisë shtazarake, ku 95% e njerëzve diskutojnë të hambuk, ne duam që tu të i thuhet stop, kjo është kryesorja. Nuk ka Shqipëria të bëhet Palestinë, të vi Izraeli të bëjë toka, apo Amerika. Ky manifestim është antisionist, anti-amerikan, anti-neoliberal, kundër pabarazisë,
kundër këtij sistemi kriminal bërë nga 1990 deri më sot. Bëja një llogaritje dje. Imagjinoni në vitin 2012 1 euro shkëmbej në Tiranë me 1400 e ca lek, mbi 1400. Sot është 950. Këta na flasin për tregun këta, e përcakton tregu, thonë. Pse ka ndodhur kjo? Sepse tregu nuk është i lirë. Nuk mund ta përcaktoj tregu kështu patjetër i lirë. Nëse ka treg të lirë, nuk mundet që unë të punoj dhe të më duhen 2 ditë pastaj për të blerë të njëjtat gjëra. Është pa mundur, nuk mund të quhet treg i lirë kjo. Ky është tregu i mafjes. Tregu i kriminalëve. Pa shkëmbimi i valutës aty. Dhe bëja një llogaritje të prafër, sepse nuk i kemi shifrat tamam. Dhe flasim tani se sa ka vjedhur Belinda Balluku apo Ilir Meta. Ktu flitet për 10 miliarda euro të vjedhura vetëm me shkëmbimin kur ne bjem parat eurot. Ky është aktiviteti më kriminal. Dhe po su fol për këto gjëra, që këtu duhet fillosh bllokimi. Që do të thënë 1 euro, 1 dollar, që shqiptarët e bëjnë me gjak. Nuk do vinë tani do t'ja falin këtyre që unë një litër vaj këtu extra virgin të ullirit e gjej me 5 euro, edhe me 5 euro të njëjtin vaj në Tiranë keni 20 euro. Pse do ta shkënë të blejmë vajrat e këtyre italianëve? Së mund të prodhojmë vetë neve vajnë dhe t'ju vendosim kota si që ju vendosin këta të tjerëve? Ti do bjesh për eksport, po ka që ke kotët, ta pse vendosin kotat e qumshit e tjera për veten e tyre këta? Kurse ne do t'jemi ham pa porta. Pra këtu është një mafje. Dhe mafja italiane është në rreshën e parë në Shqipëri, që ka mbytur Shqipërinë. Pra jemi në një luftë të ashpër, nuk është luftë kaq e thjeshtë. Kështu që tani që të dalë një kokë drejtuese në Tiranë, e cila është domosdoshme në vërtet. Në Greqinë e dikurshme dilnin oratorë dhe flisnin përpara njerëzve, nuk ka rëndësi ai që njerëzit nuk e duan le të vërshullohet. Po që të dalin tani me Fredi Belerin në këtë manifestim kaq të madh, dhe të na orientojnë ne, të ngacmojnë turmën në emocione nacionaliste, ekstremiste, ajo është një çështje drejtësie që duhet zgjidhur natyrisht. Por që ta çojnë tani këtu me revolucion me vezë edhe me domate edhe me kosë, kjo është e qëllimshme. Jo e qëllimshme, po është tamam një grush shteti që ju bëhet këtyre njerëzve që kanë dalë. E vetmja armë që kemi ndorë është mos e lëm protestën. Ajo është e vetmja, se njerëzit i kanë sur tani, nuk kemi ngelur pak, jemi pa kokë. Do ta konsiderojnë njerëzit që ata rrugaçër atje, nuk përfaqësojnë as pak manifestimin e njerëzve. Asa Erben Kolla dhe asa Ilir Xhemale. Ata janë të infiltruarit, dikur kanë qenë me Adriatik Llapajn, dikur me një tjetër, dikur me Kreshnik Spaiun. Janë po kjo feça, ky qerb si llëku, që shkojnë dhe bëjnë mercenar duke bërë shenja gishta shqiponjës, duke ngritur flamuj, e duke folur për nacionalizmi gjyqësor, apo dhe për ekologjinë. Sepse ky nuk është një manifestim thjesht ekologjik për pelikanët. Ky është manifestim për ekzistencën tonë dhe të kafshëve natyrisht, po dhe të njerëzve. Kafshët dhe njerëzit bashkë. Po ne po diskutojmë se çfarë kushtesh jemi. Mos të ndërprisni protestën, kjo është hira që do bëjmë nesër në Roma. Mos të ndërpritet protesta, dhe ne do përpilojmë ato kërkesat tona në lidhje me manifestimet dhe të bëjmë publike. Çfarë duhet me fjalë të arrihet? Jemi pa kokë në Tiranë, është një problem shumë i madh. Sepse Tirana thash edhe kokën e ka zënë rrugaçëria, nuk e çlirojnë dot ata. 10 mijëra njerëz nuk i nxjerrin, nuk i largojnë dot rrugaçët. Se këta 10 mijëra njerëz nuk janë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Ata janë aktivistë paguar. Aty njerëz nuk e dia ka njerëz me eksperiencë si puna ime. Po nëse ka të bashkohen 3, 4, 5 veta, 6 veta të përpiqen. Sepse është një problem, dhe pastaj do lodhen njerëzit edhe na largohen njerëzit. Pra vetëm armë që kemi mos e lëmë këtë gjë, ta çojmë deri në fund. Jo ato që do padroni, thot padroni deri këtu tani dhe ikni në shtëpi. Jo, mos ikim në shtëpi. Kjo duhet të jetë radikale do thotë që tregun shqiptar do ta marrin dorë shqiptarët. Kjo është pika kryesore, që nga monedha, që nga parat që ne i bëjmë me gjak, mos ja u japim hajdutëve sa të vim aty, e kriminalëve. Që këtu duhet fillojë.
Taksat duhet i marrin dorë shqiptarët se sa duhet ta ketë taksën, sa duhet të jenë taksat e sa duhet të jenë pensionet e kujtën e tjera. Jo t'ja u lëmë të huajve. Pra çlirimi është çlirim kundër Amerikës, kundër të imperializmit globalist, ku dhe Donald Trumpi që na e quajnë konservatorë është një tjetër globalist, hiperglobalist, po një varianti nacionalist, një varianti konservator. Po është gjithmonë dhe ai globalist, sepse kërkon të zaptoj toka, gjëra e tjera, kërkon dominime. Ne nuk duam Shqipërinë që të bëhet si Gaza, sepse këta aty duan ta bëjnë. Këta duan ta bëjnë Shqipërinë tamam si një Palestinë tjetër. Që të vendosin të dominimin e Izraelit dhe nga ana tjetër të ngrejnë burgjet për emigrantë që vinë nga gjithë bota që drejtojnë Europës, në Shëngjin e kujtun e tjera. Domethënë, mendoni çfarë modeli krijojnë këta. E shoqërojnë këtë pas e me reformën drejtësi e tjera që ta godasin neve, se pra të bëjnë reformën drejtësi. Nuk bëjnë vërtet për të na dhënë drejtësi neve. Kështu që jemi në shesh në këtë momente. Përpara kemi kampionatin botëror, kemi disa gjëra që do na devijojnë atë qëllimin. Por sido që tjetë, kjo do të mbahet e ndezur në mes brenda nesh kjo. Do të mbahet e ndezur që kemi verën që mund të jetë nxehtë. Pra nuk është një periudhë shumë e mirë në këtë momente, sepse zakonisht këto grumbullime janë më mirë kur bëhen në prill, fillojnë nga pranvera ose kur bëhen vjesht, që të ketë kohë të vazhdojnë. Dhe tani kemi ndofta dhe koha u zgjodh e tillë që të vijë një moment që njerëzit të ndalojnë. Dhe ato që, po themi dhe ato organizatorët, po i quajmë ato që e ndezën të miqa, po ata e ndezën sepse kanë hallë se u shpërthejnë një gjë tjetër më e madhe. Dhe duan që popullit të shfryjë atë dufin që ka akumuluar, të urrejtjen që ka akumuluar për 35 vjet. Është urrejtje e madhe, nuk është duf më jona. Ne vërtet jemi mbushur me urrejtje. Pse jemi mbushur? Sepse na kanë vrarë. Numri të vrarëve në gjatë këtyre viteve, shqiptarëve të vrarë, e kalon 10 herë, 20 herë, duke ditë 30 herë, mos edhe më shumë numrin e të vrarëve gjatë komunizmit. Kështu që për këtë jemi në shesh dhe mos e lëm sheshin. Vetëm armë që kemi është të rezistojmë. Është ajo, prezenca jonë dhe të flasim me një tjetrin, aty ku jemi, sheshi është joni, njerëzit, to pastaj manipulimet e këto kokat, këto podiumet, këto parrullat të tyret e tjera, duhet në përgjithësi të vemi dhe t'ja ushqyem, t'ja uheqim ato. Mos merrem aty me Fredi Belerin. Merren e shqyeni, bënu të guzimshëm. Ata janë rrugatshëm, nuk diskutohet se s'të lënë ata. Po i kanë dhënë çik të vështirë që të sputanohen përpara njerëzve, përpara gjithë njerëzve. Të ketë njerëz guzimshëm të kapi ato çka kanë ata, të tilla t'ja marrë t'ja plasi kokës. Ti shqye. Ç'është kjo më bën tani protesta kemi dalë protestë për Fredi Belerin apo kemi dalë për gjëra shumë më të mëdha se Fredi Beleri. Duan ta zvaglojnë, duan ta devijojnë. Pra problemi janë këta të dy, ky Kolla, Arben Kolla dhe ky tjetri Ilir Xhemalaj, se kështu na thonë njerëz janë njerëz të mirë, janë kështu, nuk na duhen njerëz të mirë neve. Na duhen orator dhe që të japin një drejtim, jo njeri i mirë dhe që je mercenar. Se je i mirë ti jep kafen, të afrohet, të flet fjalë bukura, të jep dorën. Në sjelljet e tua kështu formale je i mirë, por je në shërbim, je mercenar. Je mercenar i atyre që na kanë vrarë, na kanë shkatëruar. Ky është problemi. Mirë vëllezër, motra çfarë t'ju themi, tani shifemi sot me hënbazitën në orën 5, ora 17 për ambasadës shqiptare këtu në Rom në Via Zmara. Ju pres. Një ditë të mbarë gjithë dhe mirupafshim.